Emigrantëve shqiptarë në Kanada do të njihen për herë të parë vitet e punës përmes njojës së kontributeve shoqërore. Ministria e Mirëqenies Sociale ka arritur kështu të parën marrëveshje të këtij lloji për të mos penalizuar qindra shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në shtetin kanadez. Deklarata e Ministrit të Mirëqenies Sociale Erion Veliaj është bërë në emisionin Debat Plus të moderatorit Eduard Zaloshnja. Ministri pohoi gjithashtu se reforma e pensioneve që do të kalojë para verës në parlament ka siguruar disa nga votat e opozitës. Deri në verë do ketë kaluar reforma e pensioneve. Nuk duhet të them detaj, po të garantoj që do ketë dhe votat opozitës. Kështu që do jetë hera parë që ne kalojmë një ligj edhe me votat të opozitës. Edhe gjykoj që ky është një lajm i mirë, pra do dalim përtej majorancës për të pasur konsensus. Ka zëra shumë të arsyeshëm në opozitë që na kanë thënë që kjo është një reformë që do kishim dashur ta bënim kur ishim qeveri, po s'kishim këtë kurajo dhe këtë zell për reformë. Greva dhe kërkesat e ish të përndjekurve ishin gjithashtu në qendër të emisionit të së premtes mbrëmë, ndërsa figura e ish diktatorit Hoxha shkaktoi këtë debat në studio. Unë jam ministër i Partisë Socialiste dhe për kryeministër dhe kryetar partie kam njeriu që themeloi lëvizjen studentore. Dhe që s'ka dënuar ende Enverosh. Ço më thën ta dënoj? Ta dënoj, siç e ka dënuar Gjermania Hitler. Ti thuash brezit ton, që ishte në kopsht kur vdiq Enveri, merruni ju me Enverin, jo mua më vjen shumë keq, unë kam gjëra më të mira për të bërë. Ministri Veliaj deklaroi se me ndryshimet e bëra në ligjin për ish të përndjekurit politik, do të marrin dëmshpërblimin të parët rreth 2000 persona që janë ende gjallë. Më pas do të vijohet me këstet për fëmijët apo niprit dhe mbesat e ish të përndjekurve politik.